Miq Prizmus. Në Meksik po ndodh një nga ato revolucionet banditeske dhe kriminal të grupeve të jashtëzakonshme të narkotrafikut dhe sigurisht pastaj karteleve të mëdha të superorganizuara të drogës. Kartele që sigurisht fillojnë nga heroina, kokaina, amfetaminat dhe gangsterizmin e drogës më të madhin në botë, mund të themi. Sulmojnë tregun e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe sigurisht Meksika është një vend i madh për vete. Kalon 50 milion, 160 milion banorët, është me të futurat edhe të ardhurat që ka në këtë lloj drejtimi, është një nga vendet më të rrezikshme të botës, ku jo vetëm kartelit e drogës bëjnë namin, po janë qytete të tëra nën sundimin, nën kthetrat e këtyre karteleve dhe këtyre njerëzve. Momentet e fundit, një prej karteleve të mëdha të drogës që është me kapo e Minchon, është shpallur edhe organizat terroriste nga Shtetet Bashkuar të Amerikës, nga presidenti Trump. Bile u vendos edhe një talje, një 15 milion dollarësh për ta kapur, për ta arsistuar, dhe ushtria në fakt, policia, garda e Meksikës, bëri një aksion dhe e vrau. Tash këtij aksionit i përgjigjet pikërisht karteli i drogës. Zakoni i tyre ishte me ndal makina në rrugë, hiqte, më herë dhe i vriste shoferët dhe i diqte. Po janë sulmuar benzinate, janë sulmuar dyqane, janë sulmuar shkolla, janë sulmuar, ka viktima. Është qyteti, pikërisht ai qytet, është në një kaos të jashtëzakonshëm, aeroportin kaos, kanë ngjarje të jashtëzakonshme, që karteli, që mund të ketë në përbërjen e tij 5.000 njerëz të armatosur, i ka hapur luftë qartë shtetit. Shteti sigurisht ka bërë aksione dhe ka vrarë El Minchon, po dhe karteli tash po vazhdon terrorizmin e tij, ajo organizate terroriste është tashmë. Është e shpallur e tillë dhe sigurisht lufta në një farë mënyrë ka plasur. Qyteti është në plak, po digjet gjithçka, kështu që është një nga ngjarjet apo kalektike të marrëdhënieve që ka bota e sotme me pikërisht narkotrafikun ose drogën. Ajo që më bën përshtypje ishte se këtë lajme i ka parë dhe Bars Pajia, deputeti demokrat i Shkodrës, dhe sigurisht krahasonte Meksikën e narkotrafikun me Shqipërinë dhe me Edi Ramën. Tash unë e di që këta janë personat që kanë mbetur pa pushtet, kanë mbetur pa asgjë. Vetë ky është një person i cili nuk ka mundur të ushtrojë profesionin e tij, diçkur ka qenë pushtet Sali Berisha që ka bërë prap administratorin. Por ka problem edhe me profesionin e tij, dhe profesioni i tyre tash është politikani dhe për më tepër ngjashmëria me Sali Berishën. Një person i tillë që krahason pikërisht këtë narkotrafikun dhe këtë sulm që bëhet në Meksik me vendin e tij, domethënë që ka probleme të mëdha të psikologjisë dhe filozofisë të tij politike, probleme të jashtëzakonshme. Mirë se pështyen me vendin e vet, por duke dashur të çojë pH-in dhe të bëjë armiqsorin, sigurisht ka nxjerr vendin e tij pastaj në një shenjë barazimi me aty ku shpeshherë narkotrafikantët i rrjepin njerëzit, do heqin lëkurën, i lënë të varur sipër, që sundojnë qytete që janë sa Shqipëria vetë, që merren me krimin e organizuar edhe jo vetëm krimin e organizuar, por edhe me mendjen e njerëzve, dhe çfarë mendojnë njerëzit merren. Vende ku nuk hyn dot ligji, ku nuk hyn dot rendi, nuk ndodh, si më thon, asgjë jashtë lejes tyre. Pikërisht me këto vende është politika e Sali Berishës, politikë cilës i shërben tash edhe Bars Pajia në Shkodër, që sigurisht është një pështyme e madhe me vendin e tyre. Vende të tilla, pa me tilla që ju kam dhënun, shprehen nga ky deputet i Shkodrës si ngjashmëri me Shqipërinë.
Edhe këto patjetër ja servirin njerëzve që i besojnë, edhe kanë në Shqipëri që i besojnë. E tani që po flas unë ka njerëz që thonë, morti që flet kështu, bile edhe mund të shajnë. Kështu është Shqipëria. Se ato besojnë gjithçka çfarë thotë Sali Berisha, kuptohet. Po për fat shumica shqiptarëve nuk i besojnë madhe, nuk e besojnë as Barspain në Shkodër. Përndryshe nuk do ta kishin hequr nga pushteti si kundër e hoqën. Përndryshe nuk do kishte humbur, por ai thotë që i mori narkotrafiku, i fitoi kjo Meksika. Edhe ky është problemi i madh. Nuk ka për të pranuar kurrë që është i pazoti, është një njeri i cili mbështetet në gënjeshtër, me narrativën e një lideri i cili sigurisht shpifjen e gënjeshtër ka të parën. Të gjitha vendet kanë probleme të mëdha, edhe probleme droge ka edhe Holanda që quhet si vend i lulëzuar kështu. Të gjitha kanë. Por të krahasosh vendin tënd me atë vend ku sigurisht të rrjepin të gjallë, edhe nëse do flisje kështu, edhe nëse do bëje kështu, sigurisht do flisje kështu si deputeti i tyre nuk do ishte më gjallë. Kjo pastaj bie berishizëm, nuk bie asgjë tjetër. Folk berishizëm, folk bolshevizëm, stalinizëm, i cili sigurisht ka humbur pushtetin një herë për gjithmonë në Shqipëri. Dhe bashkë me Sali Berishën ka humbur edhe Barspaia, është një nga humbësit më të mëdhej. Ka humbur Shkodrën. Imagjino nëpërmjet Barspaiis edhe disa të tjerëve, Partia Demokratike ka humbur Shkodrën. Jo se nuk e meritonte, prej kohësh ta humbte, por këtë kontribut ka Barspaia për Shkodrën. Përveç edhe kontributit të vetëm që ka, edhe që unë ja njoh gjithmonë, shtrimin e oborrit, këtu ke shtëpia ime, këtu që kam përballun, të cilin ai e bëri, me të drejtën. Por të tjerat pastaj ka të gjitha humbje. Sepse sigurisht varet nga mendimi filozofik dhe politik i Sali Berishës. Kjo ishte e para. E dyta ishte shkumja e shefit të ri të SPAK-ut në komisionin e mandateve. Sigurisht që shkon ata dhe mbrojtësit e Ballukut dhe filloi i parja i Gazbardhi, i cili sigurisht nga prokuroria është harruar të akuzohet për një vrasje, për një vdekje që ka ndodhur në Elbasan në komandën e tij me grupet e forcës. Ishin grupet e forcës, ka ndodhur vrasja, edhe Gazbardhi ka qenë atje. Por harron pak, prokuroria shqiptare të merret me këto ngjarje. Dhe tash Gazbardhi bën anën tjetër të mrekullueshme të medaljes të Sali Berishës, do që të bëj edhe më i idhet, edhe më cinik, edhe më agresiv se Sali Berisha. Mirë po, Gazbardhi nuk i përgjigjet dot zeqinese, jo më folklorit edhe mrekullisht që nxjerr Sali Berisha nga goja dhe nga sytë e nga veshët. Ai është një imitator i keq, nuk është Gazbardhi, nga emri dhe nga origjina dallohet që nuk ka lidhje me Sali Berishën. Ai po, sigurisht duhet i përgjigjet zeqines, po jo më tepër se sa kaq. Edhe ai donte që të bëheshin këto mbledhje të hapura. Kur SPAK-u thotë ja, duhet të jenë mbyllura. Praktikisht i do të hapura ajo se ka një gjë që për të qenë hapur, dhe tash është çu i gjithë kryqëzata kundra Ballukës, edhe Ballukës mirë i bëhet sepse sigurisht është hapur më tepër byllsh thonë Shkodra se sa duhet, dhe ka bërë më tepër veprime hapje byllse më tepër se sa duhet. Kështu thonë Shkodra. SPAK-u këtë e meriton t'ia thuash. Por nuk është se kundërshtari i saj është Gazbardhi. Kundërshtari i saj është vetja e vet, një e para, dhe e dyta kuptimi një angëllësh i pushtetit të madh të cilët ja kanë akredituar. Dakord? Kjo është gjëja më e keqe që i ka ndodhur Belinda Ballukut. Tash çdo rrugë që prishet, çdo rrugë që rrëzohet, çdo rrugë që ka është e vjedhur, është veprimtaria e saj, është mblidhet deri pse e ka çuar veten deri në atë pikë. E ka çuar veten në mbledhjen e gjithë fuqive të mëdha dhe ke vetja dhe pastaj paraqitjen si e tillë. Tash sigurisht normalisht ka pasur edhe armiqtë e saj edhe gjërat e saj edhe nëpër prokurorira. Ka vepruar edhe në mënyrë të palogjikshme edhe me disa kolegë socialistë, të cilët tash e duan për vdekje. Mundësisht ka shëmtuar situatën edhe me Bashkinë e Tiranës edhe me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, i ka ca gjëra. Tash do të paguaj këto gjëra, do t'i paguaj se s'bën. Por gjëja e parë që do të paguaj është e vërteta për mbi abuzimet që mund të ketë bërë, ato do t'i paguaj se s'bën nëse i ka bërë.
Në një moment që me të vërtet e akuzojnë kote dhe në një moment që e bëjnë viktim të plot, sigurisht që nuk duhet i paguaj me vete e ka dhe mund të flasi. Mund të flasi deri sa të thonë që do të marrë me vete bje fjalla edhe Edi Ramën. Të flasë, pëse mos flasë. Dhe ta marri me vete, të shofim se çfarë ndodh, po ta marri me vete. Kur e teprojnë kështu në këtë lloj pike atëre çfarë? Është e pafajshme, duhet mbrohet deri në fund. S'duhet lejuar asnjë njeri që t'i bjerë në qafë. E jo ma sakicat e Partisë Demokratike, linçimi që i bën ajo, ose i Sali Berishës edhe këtij kolegut Zeqines. Zeqineja është yllu, po ky i famshëm i Gazbardhi. Linçimi i popullor dhe linçimi i këtyre tipave të cilët kanë ndjekur Shqipërinë disa herë është pisllek i jashtëzakonshëm. Jo të jetë Belinda Balluku, po të jetë kush do unë ta mbroj para linçimit. E keqja që kanë bërë, nëse ka bërë, patjetër nuk ka pse të mbrohet, dhe duhet të shkojë deri në fund. Nëse ka bërë abuzime me tendera, nëse ka bërë elementë të cilët kanë të bëjnë me abuzimin e tmerrshëm për të cilat flitet, normalisht që duhet paguaj. Duhet paguaj dhe pagesa është drejtësi, sigurisht. Dakord, këto kisha si emision në përgjithësi. Ajo që desha të shtoj në fund është që kam edituar një foto ku përmblidhen Azem Hajdari, si me thënë, ish ministri i transporteve dhe njeriu i cili u gjeti vdekur mas tërzimit 4 metra jo më larg si Sokol Oldashi. Pastaj kam vendosur edhe një fotografi të njeriu të Gërdecit, që është Kostra Trebicka, po patjetër kam vendosur edhe atë personin cilin e kërkon shiku, tash po e sekuestroi shiku edhe është bile një prej shiksave, Kumbaro i famshëm që nuk duket sot e kësaj dite, është arratisur se gjenjë se ku është. Edhe patjetër edhe Gramoz Pashkon. Të gjitha këto figura i kam lidhur bashkë. Dhe bëj pyetjen, çfarë kanë të përbashkëta të gjitha këto figura? Dakord, janë gjithë vdekur. Po çfarë kanë të përbashkët? Për të gjithë vdekjet e tyre akuzohet Sali Berisha. Për të gjitha. Dhe nuk është akuzuar vetëm publikisht edhe politikisht, është akuzuar edhe me argumente. Me argumente dhe me fakte. Pra, nuk kanë të përbashkët vetëm se janë të vdekur. Dhe fjala Sokol Oldashi, Gramoz Pashkova, Kostra Trebicka edhe Azem Hajdari. Nuk kanë vetëm atë, po kanë edhe Sali Berishën mbrapa. Dhe drejtësia shqiptare nuk ka përqenë kur drejtësi shqiptare nëse nuk i futet edhe këtij problemi. Nëse edhe këtë problem nuk e merr parasysh. Dhe nuk janë vetëm këto, po janë edhe disa të tjerë. Por shpakut këto janë ato që dihen kështu qartësisht, edhe definitivisht. Përbashkët atyre kanë figurën e Sali Berishës mbrapa tyre. Kjo është e përbashkëta që kanë. Dhe se jo, janë ndjes pas secili prej tyre të vdekur. Figura e Sali Berishës është ajo që i bashkon. Vetëm figura e njeriu të tillë. Një zjarrvënësi edhe një persekutor i shokës, njeriu të luftës klasave dhe njeriu gati vrastari, i cili mban në dollapin e tij skeletet të shumta. Skelete jashtëzakonisht të shumta. Të një faji kaq të madh sa zor se i ka dhe njëri tjetër në Shqipëri përveç, po themi, Enver Hoxhës. Bile Enver Hoxha do të ishte mahnitur për disa veprime të jashtëzakonshme që ka bërë njëri i tillë në Shqipëri. Do të ishte mahnitur sepse sigurisht Enver Hoxha kishte diktaturë në proletariatin dhe diktaturë në vendin e tij. Kurse ky ka bërë në demokraci gjitha këto. Dakord, miqtë e mi. Ky është emisioni im për sonte. Natën e mirë.